Kjo çezme e vendosur në fshatin Bërdic është kthyer në shpëtim për qindra banor të zonave të Nën Shkodrës. Temperaturat e larta kanë rritur edhe më tepër kërkesën për furnizim me ujë të pijshëm në banesa, ndaj disa banorë udhtojnë me kilometra për të mbushur bidonet me ujë. Banorët thonë se zgjedhin të mbushin ujin te kjo çezme, pasi uji që i vjen me banesa është i pakonsumueshëm. Ashtu i shumë i mirë, në shije, ka shijen shumë mirë. Uji është, na kanë thonë që ka edhe filtrime, që vjen i filtruar këto. Për i largë mushti? Për i dojqit. Me përmytje, dojqi ka dalë shpimet e ujit, ka dalë jashtë përdorimit. Nuk funksionojnë më. Sa herë njoh vini? 2 herë njoh, për me pi. Edhe për gatime. Në për Velipojës, atin. Edhe në kanë thonë që nuk pihet. Shkurt. Bile janë punojës të aty që kena njërës tonë, aty. Unë tha për vetin, tha nuk e marrë aty. Se qa ka, nuk e di. Ky uj, si tjetër jashtë, atin. Po, kë i pishëm, po thonë. Vini shpesh me marrë ujë? Çdo herë. Jam tash 2 vjet që marrë ujë. Prej frikët. Kur zonë si ka nëllë kujës, ato në Velipojës, më në vindë, me thonë drejtën, atin. Çezmja furnizon me ujë pothuajse gjysmën e familjeve nga të gjithë njësitë administrative të Bashkisë Shkodër, pasi edhe në ato zona ku uji nuk mungon, rezulton se është i pakonsumueshëm sipas banorëve, sidomos gjatë verës në këtë zonë krijohen çdo ditë rrallë të njerëzve që presin të mbushin me ujë shishet apo bidonet e tyre.